Faleminderit shumë dhe jap se duhet të njohë dhunës. Kishim bërë shumë ujë që na prekën të gjithëve në realisht shumë. Tani të doja të ftoja një tjetër paneliste e cila është Eltiona Serani, që jetë këtu pjesë me ne në tërinë e klasë. Faleminderit Zëjana dhe mersi për një ardhur. Faleminderit që keni ardhur gjithë sot këtu. Është një kënaqësi për mua që të shoh gjithë të zonja, të cilat mblidhen në një kauzë të vetme, e sidomos kur janë kauzat për femrat, është vërtet një kënaqësi e madhe të shikosh që gjithë ne gratë të bijmë në një mendje. Duke i nderuar të pranishve, të dashura gra dhe burra që besoni të drejtësia dhe dignitetin njerëzor, sot nuk jemi thjesht një aktivitet. Sot jemi në një hapësirë kur zërat tanë bashkohen për të thyer heshtjen. 25 nëntori është një ditë e rëndësishme, sepse na kujton se dhuna ndaj grave nuk është një histori e largët, por një realitet që ndodh pranë nesh, në lagjen tonë, në familjet tona, në qytetin tonë. Si aktiviste sot i të shoh se sa shumë gra kërkojnë ndihmë, sa shumë gra mbajnë plagë të padukshme, sa shumë gra jetojnë me frikë. Dhe ky realitet nuk ndryshon vetiu. Nuk ndryshon vetëm kur ne ngrihemi, kur flasim, kur veprojmë. Dua të flas për gratë që kanë takuar gjatë aktivitetit tim, gra të forta, gra të mençura, gra që kanë përballuar dhunë verbale, psikologjike, ekonomike, fizike, gra që kanë detyruar të zgjedhin me sigurisë dhe jetës, lirisë dhe frikës. Për ato gra që janë gjallë sot, sepse kanë luftuar, sepse kanë kërkuar ndihmë, sepse nuk janë dorëzuar. Dua të flas edhe për ato nëna shqiptare, për motrat, për vajzat e reja, që rriten në ëndra, por shpesh ka garanci sigurie. Ne kemi detyrimin moral dhe shoqëror të krijojmë një vend ku ato të mos kenë frikë të ecin vetëm, të mos kenë frikë të flasin, të mos kenë frikë të jetojnë. Në këtë ditë sot, dua t'i drejtohem çdo gruaje që më dëgjon. Mos prano dhunë, mos prano heshtje, mos prano justifikime. Ti meriton respekt, dignitet, siguri. Hapja e gojës është akt guximi, te jo turpi. Dhe duhet t'i drejtohem burrave. Dhuna nuk është forcë. Forca është respektosh, të dëgjosh, të mbështesësh. Forcë është të krijosh grave, jo kundër tyre. Sot si aktiviste dua të jap një premtim. Unë nuk do të hesht. Unë do t'jem zëri çdo gruaje që ka frikë të flas. Unë do t'jem mbështetje për çdo nën që ka nevojë për siguri. Do jem forcë për çdo vajzë që kërkon një jetë më të mirë, sepse dhuna nuk njeh mosh, nuk njeh status, nuk njeh kufi. Por as solidariteti ynë nuk duhet njoh kufi. Jemi të gjithë bashkë. Jemi zëri më i guximshëm. Le të jemi ne sot një arsye që një grua sot zgjedh jetën, jo frikën. Faleminderit gjithëve që jeni pjesë të kësaj kauze. Faleminderit që më veshni, faleminderit që jeni në mbështetje të grave.